Përshëndet, ne njerëzit jemi shumë të lezetshëm. Është për të qeshur shpeshe. Ose është një komedi kjo jeta jonë në tokë. Edhe kohët e fundit si në Amerikë, si në Shqipëri gjithëndej, flitet, a ekzistojnë alien? A ka jashtëtoksor? Gjithë media, gjithë këto si shqiptarë, nuk e di tani në vende tjera, po është gjithmonë edhe në rrjetet sociale. Dhe është për qeshur, sepse përse na duhet neve alien kur ne jemi vetë alien, sepse ne nuk jemi njerëz, ne jemi shpirtra që marrim një trup. Pra ne e dim neve se nga vim, e dim ne ku do shkojmë. Pra, përse nuk merremi me të dyja këto gjëra, nga vim dhe ku do shkojmë, se sa a ekzistojnë, a bëjnë, a ashtu, a kështu, për të shpërqendruar nga ajo që quhet qendra. Qendra jote, ajo që ti të kuptosh veten, të zbulosh veten, të vesh të vetdia, të ndriçosh ti, dhe pastaj ndriçojnë të tjerë. Na pëlqen të japëm hartën, por secili ka hartën e vet. Dhe që ta gjesh hartën tënde, të duhen njerëz që të drejtojnë tek ajo për të pyetur veten. Nga vjen dhe ku do shkosh? Të janë pyetjet më të rëndësishme që duhet bërë. Dhe këto drejtojnë dhe fëmijët para se të jetë vonë, para se të rriten, edhe shoqëria gjithmonë do t'i pyet, do bëjnë atë. Shko këtu, shko atje, të vemi diku, të arrim diku, dhe lëm atë që është e tashmja jonë, e bukura jonë. Si mendoni për këtë?